Familjet e të rinjve që humbën tragjikisht jetën në zjarrin e 16 marsit në diskotekën Puls në Koçan, refuzuan ftesën e kryeministrit Rizjan Mickoski për një takim të caktuar më 13 maj në Shkup, në një njoftim dërguar mediave. Prindërit theksojnë se arsyeja e refuzimit është vonesa e ftesës, pasi ata tashmë më parë kishin kërkuar që takimi të mbahej në Koçan. Familjet në letrën e tyre gjithashtu sqarojnë se qëndrimi i tyre nuk është shprehje e një konsensusi të plot, por pasqyron mendimin e shumicës mes tyre. Ne konsideruam propozimin për takim në Koçan si të arsyeshëm dhe të justifikuar, veçanërisht sepse disa prej prindërve nuk janë në gjendje të udhëtojnë për shkak të pasojave të tragjedisë. Kjo është mënyra jon për të shprehur dhimbjen, për të kërkuar drejtësi dhe për t'ju kujtuar institucioneve se nuk duhet të lejojmë që një tragjedi e tillë të ndodhë sërish. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski ka deklaruar sot nga Shtipi se në lidhje me tragjedinë në Koçan po ndërmerren aktivitete sipas udhëzimeve të prokurorisë dhe aktualisht po merren në pyetje një numër dëshmitarësh të cilët janë të lidhur me ngjarjen penale juridike. Në këtë moment hetimi është ende në vazhdim, po mlidhen dëshmi dhe veprohet sipas udhëzimeve të prokurorisë publike. Sapo të ketë zhvillime të reja, opinioni publik do të njoftohet nga prokuroria për të gjitha hapat që do të ndërmerren në të ardhmen. Kujtojmë se në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, humbën jetën 62 persona dhe rreth 200 të tjerë janë lënduar. Në lidhje me këtë rast, prokuroria ka përfshirë në nënhetime mbi 60 persona, në mesin e të cilëve edhe ish ministra dhe funksionar shtetëror.